Andon të përshëndes për cilat qarqe është shqyrtuar deri në këto momente kërkesa e të cilave është shqyrtuar dhe për cilat qarqe pritet shqyrtohet kërkesa për rinumërim. Atëherë, tashmë kemi zyrtarisht Tiranën dhe Fierin të cilat do të rinumërohen në Pallatin e Sportit Faria Oti për kohën shtesë, le ta themi, të zgjedhjeve të 11 maj, do të jetë një rinumërim i të gjitha fletëve të votimit, janë 610.000 total Tirana plus Fieri dhe duhet teksuar se janë qarqet më të mëdha në Republikën e Shqipërisë, por kjo shifër mund të jetë provizore, për shkak se ditën e sotshme do të shqyrtohen edhe Durrësi me Elbasanin, dy qarqe të tjera të mëdha të Shqipërisë. Për Elbasanin nuk ka një kërkesë për rinumërim të votave, ndërsa për Durrësin është kandidati Aulon Kalaja, i cili nëpërmjet Partisë Aleate, Partia Lëvizja e Legalitetit ka kërkuar rinumërim votash për qarkun e Durrësit, dhe kjo do të ishte edhe një shtesë tjetër në procesin e rinumërimit të votave, të cilat do i shtohet Tiranës dhe Fierit. Megjithatë, gjithçka, le ta themi, mbetet surprizë, për shkak se edhe Tirana me Fierin janë vendosur për të rinumëruar nga dy antarë të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, Ledio Braho dhe Elvis Çefa, të cilët janë antarë të propozuar nga Partia Demokratike. Për Durrësin ka një kërkesë, siç e theksova, për Elbasanin jo, por varet nga vendimarrja e këtyre dy antarëve, të cilët deri më tani kanë detyruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të organizojë gjithë procesin nga fillimi për të rinumëruar votat e dy qarqeve, Tiranës dhe Fierit. Pak më parë është shqyrtuar edhe Berati, aty u hap një kuti nga diaspora për shkak se Partia Demokratike ngriti pretendimet se fletët e votimit janë plotësuar nga një person me të njëjtin solaps, me të njëjtën shenjë, ndonse Partia Socialiste këtë e kundërshtoi, përfaqësuesi ligjor i saj bashkë me një antar të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve. KAS do të marrë një vendim ditën e sotshme se çfarë do të ndodhë me Beratin. Partia Demokratike nuk ka kërkuar rinumërim për Beratin, por pavlefshmëri të rezultatit dhe të zgjedhjeve dhe ripërsëritje të zgjedhjeve në qarkun e Beratit. Aktualisht në KAS po shqyrtohet Vlora. Partia Demokratike ka dalë me një kërkesë të re, kërkon rirjapjen e 43 kutive, ndonse kjo nuk pritet të kaloj, le ta them, me shumicë votash, për shkak se nga ana deklarative përfaqësuesit e Partisë Socialiste në KAS kanë shprehur kundërshtim, edhe për këtë do të ketë një vendim, por pas Tiranës dhe Fierit me të gjitha gjasat mund të jetë Durrësi ai i cili mund të rinumërohet dhe për të kaluar në një shifër edhe më të madhe se 610.000 votat të Tiranës dhe të Fierit. Siç e theksuam, kryekomisioneri e bëri të qartë se ky proces do të zgjasë nga 18 deri në 20 ditë, në rast se kryekomisioneri kësaj radhe nuk do të ketë edhe ai vendimet e veta, siç ndodhi me numërimin e votave në zgjedhjet e 11 majit, ku për shkak të shtyrjes së numërimit të votave nga Greqia, procesi numërimit zgjati 10 ditë. Por tashmë do të kemi një proces numërimi, një rinumërim edhe më të gjatë, i cili pritet të zgjasë deri në mes të korrikut, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë masa dhe ka anuluar të gjitha lejet vjetore për t'i paraprirë çdo situatë, duke paralajmëruar se përmbyllja, certifikimi i zgjedhjeve të 11 majit mund të marrë kohë deri në javën e dytë të muajit gusht. Mirë, të falenderoj Andon për këtë raportim të sqarim të detajuar që përsolle. Faleminderit.